procesit të punës të krijimit të këtij albumi, që sigurisht tashmë do të e keni veç se në platformë, por shumë shpejt do të jetë shpërndar edhe në të tjera. Biles, me atë sa kam parë, do të jenë të bashkangjitura edhe videoklipet. Ka nda ajo disa imazhe duke xhiruar edhe videoklipet, kështu që për të gjitha këto do ta kuptojmë në këtë intervistë më hapur se kurrë. Tamin pritur në studio Besa Kogdhima. Dashur. Sa bukur për të faleminderit edhe ti si gjithmonë. Hajde. Bravo! Faleminderit Harper. Besa, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Shumë kënaqësi me të pas këtu në studio, sidomos këtë hyrjen shoqëruar me një nga këngët jo vetëm mia të preferuara, por kam përshtypjen të gjithë publikut. Faleminderit shumë. Ishte shumë, e kishte organizuar shumë bukur dhe këtë hyrje. E shijove, të pëlqeu. E shijova, po, sepse shumë ndryshe, është kënaqësi gjithmonë të vish në Kosovë për mua, dhe ti je shumë elegante dhe fisnike dhe Faleminderit. E vlerësoj shumë që ke ardhur sot, sidomos që ke marrë rrugën nga Tirana, duke shumë bukur. Faleminderit shumë. Po shkëlqen atë me sinqeritet. Ishte grimjeri juaj, Elioni që më... E pra, nuk i besoj kotun ati, e dija që edhe me ty do t'jetë në rregull. Minutat e parë në Kosovë, ani pse me arsye të ardhes tu tek ne, gjithçka me vrap, i shijon ditët këtu? Po i shijoj shumë, sa unë shoqen e ngushtë e kam nga Kosova, edhe me njëherë ajo erdi në fakt Rozafa, e përshëndes. Erdi me njëherë Rozaf, jam tek ATV të Vlerona, me shpejtësi erdi dhe... Kështu që sa herë që vi në Kosovë, nuk kam ardhur kohët e fundit aq shpesh sa do doja, po sa herë që vi, përveç se angazhimeve artistike dhe profesionale, kënaqem shumë dhe me mikeshën time. E kuptoj. Të arsjetohet që s'ke ardhur, sepse me siguri është për shkak të punës për albumin edhe këngët e reja, e plot të angazhimeve të tjera. Kështu që kur kemi këngë të reja, gjithçka arsjetohet, jemi në rregull. Fillova kështu si, se do i bëj shpejt, po marrin shumë kohë dhe më morën goxha kohë, nga që e nisa thash do e filloj me 4, pastaj u bën 7, pastaj u bën 8, pastaj u bën 9. Nuk ishte ndalë, a mbeti ndonjë pa u fut, me siguri që po, ha? A mbeti ndonjë këngë pa u fut, pa u bë pjesë e albumit? Pa u futur, të them të drejtën, disa ide që i kisha fillestarisht, sepse këta album përveç një kënge, përveç këngës Born Wild, që e kam bashkëshkruar me një autor francez, të tjerat i kam shkruar vetë, dhe kisha dhe ide fillestare që thoja, ok, do jetë dhe kjo, do jetë dhe ajo, për pastaj rrugës shikon se cila prej ideve është duke u konkretizuar në mënyrë më suksesshme. Kështu që kanë mbetë edhe gjëra. Unë i quaj edhe kur shkruj tekste tek Notes, shkruj leftovers. Okej, mirë, ato copzat më pas i merë dhe i bashkot diku tjetër. Po, ka raste kur i kthesh diçka që mund të të intrigoj, po se ke gjetë formën si ta sjellësh. Mirë, do të ndalim të albumi për të folë nga një për këngët, po para kësaj e di që je në muajin tënd të ditëlindjes. Po. Në fundi majit, po themi, ha? Fundi majit, ka qenë, kam përshtypjen që në fund të majit gjysma e Shqipërisë e ka ka ditëlindje. Je dash? Binjak. Okej. Se unë që jam vetë dash, mendoj që të gjithë duhet jenë në kjo pjesën e prillit, pas kanë kalu muajt. Çka i dëshirove vetës për këtë ditëlindje? Është pyetje shumë e mirë në fakt, nga që kemi shumë dëshira të ndryshme, por mbi të gjitha unë nga që jam pak familjare si person, dhe nuk e di, më bëhet gjithnjë më fort ajo dëshira për të se si e vizualizoj jetën në vijim, se si do doja ti toja në një ferm. Në ferm, me vërtet. Po, kështu e të rrequr pak nga njerëzimit, kem një jetë kështu pak më të qetë, me kafshët që unë i dashuroj shumë, i dua shumë kafshët, edhe natyrën, por e di që ndoshta do mbetet nga ato ëndrat në sirtar që kanë treqereku i njerëzve që jetojnë në qytet. Okej, nuk i di, në base edhe nuk mbetet se si duket jetë duke manifestu edhe mund të ndodhi. Tani dëshiroj diçka tjetër që dëshiroj që është edhe
është, do me thënë, se po e them kështu tani dhe do duket sikur po shpreh dëshira, po sigurisht në momentin që jam unë, që jam martuar dhe, kështu që jemi duke parë edhe planet për... Okej. Kështu që... Nuk e dihet, mirë. Do të kthehem te ADN-ja për ta lënë këtë të planeve pakës më vonë. Fillimisht pse ADN? Kjo lin nga fakti që çdo shkronjë, çdo fjalë e asaj buron nga ti, si shte e ke shkruaj çdo gjë vetë, edhe ajo si duket është ADN-ja tamam e besës. Në fakt është pikërisht kështu, po e kontekstualizuar pakës më ndryshe është sepse unë kam eksploruar në shumë stile muzikore, por gjithsesi brenda meje qëndron në një farë mënyre ngulitur fort baladat, mesazhet e rëndësishme që lidhen me brendin time dhe rrënjët, si thua, shtyllat e rëndësishme për mua në jetë. Kështu që prandaj dhe në album sigurisht ka mesazhe dashurie, ka këngë që e kam shkruar për bashortin tim, ka këngë për nënën, këngë për babajin, edhe pse ajo babait më pëlqen veçanërisht për një arsye, sepse baba ka drejt, i jep një mesazh force se si baballarët është mirë dhe duhet që t'i fuqizojnë vajzat e tyre që me mesazhin që s'ka asgjë në botë një vajzë se bën dot. Këtë strukturën e bisedës me ty... Po ta prishë? Jo, s'ka gjë. E kemi bërë bashkë me Gëzimin në sensi që të marrim, kemi shkoqit disa fjali nga secila prej këngëve në mënyrë që ta kuptojmë rrënjën, po do i shkojmë gradualisht. Apo kthehet kjo epoka e albumeve, të mbes akoma te kjo. Ka shumë artistë që kohëve të fundit pra rikthehen me këto qoftë EP, pra jo albume mbase 12-13 këngëshe, po 7-8 nuk janë pak, aty duhet mund shumë i madh, sidomos nëse janë të punuara me kujdes edhe deri në çdo detaj. Mendoj se i japin mundësinë artistit të shprehet pak më mirë dhe me më pak ufizime. Sepse zakonisht kur bën një single, edhe duhet kesh, po themi, një balancë, kur bën një single commercial, kur mendon që pak të trendit, pak... Do t'jetë pak trendi, pak ajo, pak kjo, kurse kur ti bën një album, je më e lirshme për të shprehur, edhe për të elaboruar disa kanale emocional që ti kufizon shumë një single në një moment të caktuar. Pastaj shumë prej artistëve ndoshta edhe e ruajnë pak atë që është, siç që përmendët, trendi, momenti, sezoni e kështu me radhë. Kështu që kjo i lehtëson disi dhe i jep liri më të madhe artistike. Sigurisht, nëse e ke fjalën që a janë të suksesshme në kuptimin komercial, nuk e di, kam përshtypjen që pjesa më e madhe e artistëve në formatin e albumeve që realizojnë sot nuk i kanë atje. Nuk është se janë këto albumet fitimet e tyre. Pra s'është edhe pritshmëritë që janë fort të larta, ëh? Është më shumë, si thua, një plotësim i katalogut artistik dhe i dëshirës tënde për të lënë diçka pas. Albumi yt është edhe live i gjithi, ëh? Po, janë me instrumenta live, po. Ka nga ato këngët, po besoj, ose mbase të gjitha që u regjistrua një herë dhe kaq mjaftoi, nuk është se ju kthyet për të dytën, tretën herë? Ka qenë... Kam përshtypjen emrin telefon, ka qenë. Okej. Ka qenë se... Ka qenë më e qartë në mendjen time se çfarë kërkonim nga të gjithë palët. Okej. Se ndonjëherë, kur ti... Prandaj më pëlqen dhe shumë të punoj në fakt, edhe mendoj se çdo artist i pëlqen të punoj dhe bashkëveproj me artistë të tjerë, sepse çdo artist muzikant, interpret, kitarist, pianist e tjerë, sigurisht që ti orienton atë që ti dëshiron, shpjegon atë që ti kërkon, po mua më pëlqen të dëgjoj dhe çfarë do bëjnë ata në vendin tim. Okej. Më kupton se si do ta bënte kitarën dhe gjithmonë ishim që okay, ti bëje siç të, do të thënë, siç po të kërkoj unë, ose siç po themi është struktura e këngës, por një regjistrim do ta bësh siç ti do ta bëje, siç e mendon ti, për të pasur një farë liri artistike dhe t'i atashojnë dhe emocionet e gjithë secilit prej skuadrës. Duket që kimia ka qenë e jashtëzakonshme, pra nëse keni arritur ta nxirrni po këtë këngë me vetëm një regjistrim. Në anë tjetër u thash edhe shikuesve, kam pa edhe në rrjetet sociale, ke nda disa video, në fakt njërën thash si ka guxuar me thënë drejtën, po e pash që janë duke
mbas edhe janë përfundu të gjitha xhirimet e videoklipit. Do ta ketë secila këngë klipin e vet dhe sa për sa kohë nëse e keni mundësinë. Kjo ishte ajo. të mërshme. Sa qëndrove kështu? Kështu mund të kemi qëndruar një minutë. Okej. Ishte Por vështirë? ishte një pozicion... Plus me fustan, me take, do me thënë... Ishte pak e vështirë sepse të dhimnin vendet ku ishte në litari. Ky ishte problemi. Do të thënë, mesazhi i parë që mora ishte që duhet të pësohesh. Jo, je shumë mirë. Po në fakt ne e modifikuam. Unë e kam nxjerr atë se më dukej, do të thënë, quasi kështu parodike. Po ne në fakt në videoklip nuk është një skenë aty sepse nuk qëndronte mirë, nuk kishte planet mira, unë duke kënduar me kokën poshtë. Që ajo hoq, po të paktën e keni bërë. Por është modifikuar. Do ta ketë secila këngë videoklipin e vet? Po, ne në fakt secila prej tyre ka një ide konceptuale të vetën. Por jo të gjitha këngët, 5 prej tyre. Jemi ende në mendimin, do më thënë, do doja të bëja dhe Born Wild, dhe këngës së fundit në album, dhe të bëheshin 6, por po shpresoj mirë të mbyllim këto 5. Ti mbarojmë të kemi këto 5. xhiruar dhe akoma përsëris si kemi. Nga këto, secila po thua ka një ide, një koncept të vetin, nga këto ide, sa është përzir besa? Të gjitha. Të gjitha? Po. Pra si nga ato që i thua dikuj, okej, ti bëje punën tënde, unë veç më tregon në fund çka duhet bëj. Jo. Plus që është ADN kjo, s'ka si mos me pas dorën tënde. Sidomos për këta album, pa tjetër që, shiko, mua më pëlqen Blerona që, më thonë, unë ku ta gjej që të më thonë, të mjapin mendime që mu më pëlqen shumë, dhe them, okej, nuk kam nevojë të mendoj për këtë gjë. Po në rastin konkret, ndoshta nga që unë e kisha disi pak më të qartë se sa të tjerët, se çfarë po kërkoja. Po mirë, ua ke bë ti më atlet. Edhe ure, po. Okej, po të thash që do i marrim këngët me radhë, kështu që po e nis me zjarrin. Kënga Zjarr thot, atë hidhem zjarr për ty. Qielli t'i vë flakën për ty, send s'ka vlerë një jetë pa ty. A është vërtet dashuri nëse të kërkohet me u fut zjarr, me u hedh zjarr? Nuk të kërkohet, por ndonjëherë njeriu i vjen për brënda që, si të thuash, të doj, ta vërtetoj ndjenjën dhe dashurin tek tjetri, jo pse tjetri po ja kërkon. Pra diçka që ndjen ti vetë ta bësh. Po, e ndjen vetë dhe në fakt, teksti Këngës Zjarr nuk është vetëm në mënyrë puro dashurie, është edhe pakës, si të thuash, ka dhe një dozë të errët brenda, sepse në një farë mënyre kërkon dhe sigurin, që do me thënë, në një farë mënyre është vendosur, tjetër është vendosur në pozicionin që të duhet të ta provoj ty dashurin që ka për ty. Më kupton? Dhe kjo sigurisht i peshon dhe ati emocionalisht, po nga njëra anë, unë flas nga emri i keqbërses, po dhe viktimës. Okej, e kuptoj. Kështu që... Bukur, kënga emri në telefon. Emrin tënd në telefon dua ta mbaj ende. Zërin apo ma kujton? Po. A e mban ndonjë numër të dikujt në telefon, edhe pse nuk është më në jetën tënde? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Do me thënë që se ki fjallën për shoqëri, kam 2.000 numra. Po, do me thënë kolegë bashkëpunëtorë që mund të mos si takoj më sepse kam mbaruar një projekt a një gjë. Po jo, kështu në që se e ke fjallën. Jo do më zëshmisht për raporte romantike. Mund t'jetë një mikesh me cilën s'flet më edhe hynë e fshin direkt numrin. Jo. Si fshi kur numrat. Unë kam një numrator shumë të gjërë. Okej. Për Sharbin që ndërkohë bëhet gati me emrin tim në telefon me që jemi këtu. E këndojmë pak? Po. E ndërtove planin të na fundosje pak thim, me syte tu të zgjuar dhe kostumin të në blu. A ka me ardh një qast, a kemi rapishma, a do mund të më kishe dash. Emrin të në telefon, dua ta më kujton. S'ka gjë, mos sa e bëj dhe pak gitar. Emrin të në telefon,
nuk e bëm provën, dhe ndaj të ordinuam. Po ishte shumë e bukur, faleminderit. Shumë e bukur, më pëlqeu shumë, e kam dëgju të tëre në fakt albumin që ta këngën. Kjo sikur më ngeli pak më shumë se të tjera. A janë komentet ashtu si ti i prisje, ose për ndonjë këngë që mbase nuk është se ke pasur fort pritshmëri që njerëzit do ta kuptojnë besën 100%? Nuk e di mua zakonisht në fakt në feedbackun që më kanë dhënë, ndër 5 këngët që i pëlqenin më shumë ishte edhe Zjarr, gjë që më bëhet qefi, sepse unë në fakt e zgjodha si këngën e parë të albumit, por nuk është kënga më e preferuar e njerëzve zakonisht kur më dërgojnë ato their most favorite, më të preferuarat e tyre. Dhe kurse për këngën Emrin Telefon, unë mendoja se ishte e mirë. Kujt si pëlqeu? Shorti im kishte një mendim tjetër, jo se si pëlqente, po thoshe që, Emrin Telefon është detaj shumë i vogël, duhet jetë një temë më e gjerë e kështu me radhë. Unë thoja që jo, pse është një detaj interesant e kështu me radhë. Qa bëj njerëzit për atë Emrin Telefon? I ke prek, Besa, i ke prek. Dhe dalim të kënga Porta e Kishës, Portat e Kishës. Thot, ti theve portat kishës tonë, në altar më mbeti shpirti copë. Çka do i thënë të përfundimisht portat e një dashurie? Sa do e madhe tjetë ajo? Tradhtia e çka do lloj. Tradhtia e çka do lloj. Kur jemi të dashuria, do të ndalem pak këtu, sepse ti për publikun, edhe me ato fotografit, ke vesh edhe fustanin e bardh, ma trego pak ndjesin e ati fustani, nuk e di e ke vesh më herët për ndonjë fotoshooting, kështu e ke ruajt për bukur, shumë mirë ke bo. Në fakt, kur kam qenë adoleshente, dhe isha në shkollë në Angli, ndonjë herë, bëja sekret i vogël, shkoja në një në ato dyqaret e nusërin, që e thea, do martojmë, dhe të thjesht isha të provoja në fustan. Dhe me pa vetën, se si po, dhe me pa vetën, po. Ishte emocion shumë i bukur, sigurisht emocioni nuk është vetëm të momenti i veshjes së fustanit, të emocion është e gjitha, sepse fustani merë, po themi, vishet me emocion vetëm sepse është dashuria në atë mes. Dhe është aji event dhe aji... Ishte shumë private si event, se nuk... Po, ishte private dhe... Edhe këtu pastaj, do të thënë, ja prishim qefin dhe kolegë, do të thënë dhe gazetarëve, po sepse sigurisht kanë pas ata kuriozitetet e tyre për të ndarë, po unë jam, edhe bashkëtortimi të dy që kemi disa, jemi pak të tërhequr për jetën private dhe kemi dëshirë sa gjërat i mbani për veten tonë, po, sepse ndryshe duket mua pastaj më duket si videoklip, e kupton që se bëhen kështu shumë, nuk gjykoj askënd që preferon ta ndaj me është zgjedhje personale totalisht. Se varet se si e percepton dhe varet se si e ndjen. Ku takun rrugë tuaja, Besa? Është person i botës së artit? Jo. Jo? Jo, as pak. Ai u bë pjesë e menaxhimit të marrëdhënies time me Eurovisionin. Nga jo kohë, okej. Dhe në menaxhment dhe atje jemi njohur dhe në Eurovision, do me thënë. Pas ka qenë eksperiencë që s'do e harro shumë për shumë arsye, jo veç për shkak të pjesëmarrjes atje. Kjo është shumë të drejtë. Në fakt, kjo është arsyeja kryesore pse s'do ta... që do me thënë, do mbetet gjithmonë një gur shumë i rëndësishëm në jetën time, pavarësisht se, do me thënë, Eurovisionin në vetë, për mua ishte një eksperiencë sigurisht me emocionet e veta, po të them të drejtën nuk krahasoj fare me emocionet që përjetova në jetën time të vërtet. Ajo është rëndësishme, ja i ke marrë më të mirën, kështu që para se të martoheshe, edhe tani që po e jeton si gjë, i kishe njëjtë të konceptuar më përpara në kokë këtë idenë e martesës, pra, sepse ka koncepte të ndryshme dhe forma ndryshme si e shohin njerëzit. Dikush e sheh shumë kontraktuale, dikush e sheh diçka që është më shumë qejf, pra si e kishe mendu ti më përpara, sa reale të doli në atë që po e jeton? Them të drejtën, unë për sa kohë mbaj mend, Lerona, unë kam qenë gjithmonë shumë romantike. Dhe gjithmonë e kam ndëruar momentin që ndodhte tek unë një uragan shumë i fortë,
dhe jeta do ndryshonte. Por ndër vite fillon mendon që ndoshta nuk do ndodhi saktësisht ashtu. Pastaj, në një moment, e kupton që, okej, ndoshta je me shumë fat dhe diçka shumë e fortë e madhe për që afon jetën tënde. Dhe të shkëlqejnë sytë edhe tani që po flet. Kënga Mama. Po. O mama, thot, vetën se fal, a mund ti me më fal, për sa herës të kam qëndru pranë, kur gjithçka ish zi, kur je ndjerë e vetë me ti. Po. E keti në një moment që me ndonë se e ke lëndu nënën, edhe pse zi unë e kam këtë përshtypjen që nënat falin a priori, edhe pa e kërkuar fëmiu faljen. E ndjen ti vetën ndonjëherë pak kështu si në faj që s'ke patjetër, qëndru afër saj sa duhet? Po e ndjej zemër, sepse unë mendoj që sa do fëmijë të mirë t'jemi ne, asnjëherë nuk ja kthejmë dot prindërve atë që ata bëjnë për ne dhe nënës atë që nënat bëjnë për ne. Kështu që pa diskutimisht jemi gjithmonë në borxh, mendoj. Si e sheh veten si nën? Ose çfarë virtytesh do doje ti kesh të njëjta besa si nën në raport me ato të nënës tënde? Që i thua vetës, dua t'jem kështu edhe unë kur të bëhem nën. Jo, unë vërej këtë që unë vërej që sa më shumë që rritem, fillon i ngjaj. Ne vajzat sidomos kam përshtypjen që e shohim që ndër vite, ndërkohë që sa më shumë rritemi e shikojmë që fillojmë shikojmë sjellje të caktuara. Nëna ime është shumë fisnike, është shumë e dashur, është shumë e mençur, është solidare, punëtore. Dhe shpresoj që dhe unë të mishëroj të njëjtat vlera edhe për fëmijët e mi, ose familjen time, më thënë, për njerëzit sot dhe nesër, Blerona. Por, nuk e di, sepse mendoj që ne secili nga ne kemi ato veçantit tona. Patjetër. Edhe sigurisht pastaj që mendoj gjithashtu që dhe ne mbartim shumë nga prindrit tanë. Po, sigurisht. Dhe nga ne vajzës sidomos dhe nga nënat tona. E mbartim dhe mendoj se unë jam natyrë shumë e dashur. Dhe kam vetëm frikë se do jem më e dashur sa ç'duhet. Se ke parasysh lexon gjithë to. Po, ato rregullat e limitet të jesh strikte. Vendos rregulla, vendos kështu, kufizime. Ndërkohë besa zgjuar me Pepin deri në 12 natës. E shpresoj që të jem, do të thënë, në atë kontekst të kem dhe unë atë aftësinë për të ndjekur disiplinat. Besoj që do të vi, patjetër. Për të ndërlidhur me këtë që thotë edhe kënga, kur gjithçka ish zi, kur je ndjerë e vetë me ti, ka ndonjë moment vështirë ose të errët që keni kaluar si familje që ndoshta ka ndiku shumë edhe në formimin e personalitetit tënd si vajzë? Nuk mund të futem në detaje, por ka pas një rast shëndeti që e ka prekur familjen tonë dhe kjo është një nga gjërat që unë i referohem në mënyrë të përcipt në tekst. Në tekst, okej. Dhe sigurisht pastaj lart e poshtë ka çdo na shoqëron jeta lart e poshtë në të gjitha aspektet, por kjo është diçka që Okej, e respektoj. Kënga 1000 jetë, thot. Sa herë jam rrëzuar, rebelen kam aktruar, në këtë botë të çmendur, me dhimbje jam dehur, fatin kam sfiduar. Në cilën fazë të jetës, Besa, të është dashur që këtë besën e butë, ose këtë natyrën shumë të hapur e të emocionale që dukesh se e ke, të është dashur me mbyll, sepse jeta jashtë ose bota jashtë ka qenë shumë e ashpër me ty dhe ti duhet të nxirri atë rebelen brenda vetës? Shiko, unë jam larguar nga familja për studime që 15 vjeç. Dhe sot është shumë e vogël bota, me njëherë lëviz njëri një kohë nuk ishte kaq shumë e afërt, unë i kanë Angli vija një herë, 2 herë në vit. Edhe në atë moshë ndjeja shumë, më mungonin shumë. Dhe që atëhere e mbaj mend që ka plot gjëra sidomos, unë jam natyrë e ndjeshme dhe
jam dhe e dashur dhe i vërej ato largësit apo... Të ndikojnë. Po. Apo diskriminimet, apo gjërat të ndryshme që janë krejtësisht të zakonshme, këto bullizimet e shkollave, këto gjërat krejt normale që i përjetojnë të gjithë, nuk është se e them si diçka që po. Që të kanë ndodhur vetëm ty, është... Ani ndodhin të gjithë dhe të gjithë, sidomos në moshat vogla kur për një arsye për një tjetër duhet të jenë larg familjeve, i prekin të gjithë. Edhe kështu që atëherë kam mësuar, ose më saktë ka qenë ai preseti që duhet patjetër që i përsërisja vetes që duhet mbjetosh. Ama dhe do shumë guxim, Besa, 15 vjeçare, të jesh vetëm sinqerisht, po nuk e dija do kisha guxu ta bëja. Edhe pse ka njerë thonë në adoleshencë këto frikat nuk i nje fort. Në fakt është e vërtet, ke të drejtë, po kur je adoleshent je pak më... Tani, për shumë, për mendon tani, je kështu. Po pra, tani nuk e dija do ta kishim bo. Okej, dalim tek baba ka drejt, që e folop edhe më herët. Baba ka drejt, më mbajtin krafshi i lotët, tha. Po. Kur e ke shkrujt këto, cilin moment e ke pas parasyve specifik? Ta them, shiko, ne nuk e di, besoj se edhe në Kosovë duhet të jetë diçka e ngjashme që ka një, po themi një fenomen social që kur bëjnë nuk dëshiroj të tingëlloj keq e thënë, por si të thuash në familje kanë pas këto familjarët e gjëre, gjithmonë shoqëria ka atë që duhet bësh një djalë, ne jemi 3 vajza. Po, mentaliteti ynë shqiptar kështu ka qenë. Po, kështu ka qenë dhe unë kam një marrëdhënie shumë të ngushtë edhe me babin. Edhe unë e mbaj mend një nga herët që kam shkuar që duhet të kthehesha dhe ikja dhe vija nga Anglia, kanë qenë e vogël, dhe ai më ka thënë diçka të tillë që mos e haro asnjëherë, je shumë e fortë, nuk ka asgjë që se bën dot ti po ta duash ta bësh. Dhe unë më ka thënë që unë do jem gjithmonë brenda teje këtu, sa herë të duash ti. Edhe forca dhe besimi që ai më ka dhënë dhe hapësira që gjithnjë në këtë aspekt ne nuk jemi rritur se si mund mendohet, po themi, ai pozicionimi i vajzave. Ne gjithmonë kemi patur, na është dhënë hapësira të japim mendimin tonë që shumë herët për gjithçka që ndodh. Kështu që në një farë mënyre e kemi atë copëzën e çunakut brenda vetes për të thënë atë lirinë, për të thënë mendimin dhe për të qëndruar gjërave që besojmë. Babai është një figurë respektuar edhe njohur për gjithë publikun shqiptar. E kujton vetën duke, sigurisht në moshë të vogël, duke bërë pyetje ose duke ndjerë këtë presionin e publikut, e njerëzve, pra qenurit fëmiju i dikujt, një familje, një personalitetit rëndësishëm, e ke vujt ndonjëherë kur je e vogël edhe se kupton shumë, ndoshta pse njerëzit po na shohin ose pse duhet të jetë ajo ideja e perfeksionit, të jetuarit, të sillurit me delikatesë dhe me çdo gjë në rregull, e ke pas në ndonjë moment gjatë rritjes? Më shumë se sa këto perfeksionizmat që ne i kemi së shoqëri shqiptare, ja apo si e i njohur, ja apo si e i suksesshëm, ne të gjithë duam të dukemi të paktën në atë hapësirën sociale, të gjithë, si të thuash, ka qenë, nuk e di a mund të relatohesh dhe ti, po ne që nga gjyshe, thonë, mos e tregoni nëse s'keni diçka mirë, asë është diçka mirë, apo... Mos na shoj shpinë që se kemi shumë tregullume. Po, më thënë, gjithmonë duhet t'jesh në kulminacionin e sjelljes tënde sociale, në sjelljen tënde më të mirë. Kjo është ideja. Po jo, unë nuk kam ndjerë këtë, se sa 2 element. Kam ndjerë që nuk kam dashur që, si thuash, kam dashur ta fitoj vetë respektin për fushën në të cilën ka qenë vokacioni im dhe fusha ime, respektin e njerëzit, audiencës apo të kolegëve apo... Pra s'është që e ke shfrytzuar ndonjëherë emrin e tij për të... Nuk kam dalë historikisht me emrin Besa, vetëm. Do me thënë, unë fillova, si thuash, njerëz të ndryshëm të këtu e burra re që ju e kishin vendosur Besa Gogdima, sepse dhe në Kosovë bën më shumë sens, ndoshta nga që edhe mund të ngatrohen, se në Shqipëri nuk para ngatrohen nëse shkruaj vetëm Besa, ndoshta këtu mund të ketë dhe
emra të tjerë besa që njerëzit, audienca mund të angatroj, por zakonisht për një kohë shumë gjatë unë kështu kam dalë publikuar, edhe me audio, edhe me video, edhe me gjithë shka ka ishë vetëm besa, dhe ka ishë një pjesë njerëzve që mund të adindë ose mund të bënde lidhjen, dhe pjesa me madhe jo. Përsa ka kaluar vite dhe sigurisht me hapa që ti bën në karrierë, me punën që ti bën, eventualisht njerëzit e kuptojnë kush je ti dhe çfarë mund të bësh. Kështu që respekti është individual. Si ka reaguar ai për këngën, kur e dëgjoj për herë të parë? Më tha mua njerëzit ta, sidomos ideja ishte meshkujt, do thonë, po, baba ka drejt, sidomos baballarë, do thonë, baba ka drejt, por nuk do e kuptojnë saktësisht se pse ti po e thua këti që po e thua. Kështë do marrin pjesën e drejtës tyre. Okej. Do shfrytëzojnë për t'i konvenu në muhabetet e tyre, thua. Okej. Kënga nuk më ndalë, Besa. Më ke dhënë 1000 arsye të thyhem, por kam vdek shumë herë që të vdes sot. Çdo herë që zhgënjehesh, unë mendoj se është një lloj mini vdekje. Sigurisht jo pakthim, po sepse unë mendoj se ne riformulohemi shumë herë, ne nuk jemi më e njëjti njeri që jemi sot, nga që kemi qenë 5 vite më përpara, apo 10 vite më përpara, apo më tepër. Kështu që kur them kam vdek shumë herë që vdes sot, do të thotë që kam bërë një reset. Jam rimodeluar nga brenda, jam rimodeluar shpirtërisht dhe mendërisht për të bërë më aftë, më eficiente, më elastike, më mbijetuese. Okej. Bukur, e kam edhe Born Wild, e fundit a këngë, por jo e fundit a pyetje, mos mendo se do të... Okej. Nuk kam një pyetje konkrete për këtë, por me qenë se është edhe kënga e fundit, do të na çoj pak në periudhën kur Besa erdhi në jetë. Për atë 29 majin që fola në fillim, ku në familjen Kogdima të vinte në jetë një yll, një dritë e cila do t'i bënte ata që të krenueshim për gjatë gjithë jetës me të. Duke marrë shkas nga titulli i këngës, Born Wild, sa përqind e kësaj të çmendurës ose çmendurisë ka kjo këngë edhe ka Besa në jetën reale, pra kur të del ai vulkani, ajo çmenduria në konotacionin edhe në kuptimin e mirë të fjalës, jo. Të kuptoj shumë drejt, është më shumë se sa çmenduria që plotësisht pajtohem edhe me termin çmenduria, që edhe ajo mund të jetë, po është edhe, po themi, mungesa e rafinimit të tepruar derisa ndërhyn në strukturën e personalitetit. Kështu që autenticiteti i karakterit është ajo që është çmenduria në vetvete, pra duke mos dashur, duke mos e rafinuar shumë për të qenë kompromisbërëse. Okej. Kështu që autenticiteti. Më falë të lutem se duke bërë këto shpjegime, harrova cila ishte pyetja. Sa përqind në jetën e përditshme jeti kjo Besa e çmendur? Po, jam plotësisht vetvetja. Je plotësisht vetvetja. Po, do me thënë, varet ai sa ndaj me njerëzit, sepse unë natyrisht nuk ndaj në këtë kontekst që po ndaj me ty, për shembull në qoftë se më vjen marangozin në shtëpi, për të bërë një punë. Përshëndetje, i them kjo është, do me thënë, ne jemi të gjithë në për... Pra, aty ku ndihemi... seksionuar në për role, patjetër, por që në atë që kemi hapësirën tonë për të ndarë, për të krijuar, për të jetuar, për të vibruar, për të... Atëherë po, jam absolutisht 100% vetja. Më the më herët që zhgënjimi ndodh çdo kujt dhe është e drejtë. Secili e përjeton ose e manifeston në forma të ndryshme atë, edhe dikush më gjatë, dikush më shkurt, por që kalon, ajo po që dihet. Nëse flasim për zhgënjimin vetëm në aspektin e karrierës edhe të muzikës, a je ndjerë ndonjëherë e zhgënjyer atë shumë sa të theheshe nga kolegë, në aspektin e karrierës muzikore? Nga kolegë jo, as pak, mendoj se shumica e njerëzve që bëjnë muzikë, art e të tjerë, përpiqen të bëjnë më të mirën që munden, dhe nuk mendoj fare që janë... Dhe me thonë, arti është si çdo fushë tjetër, por me emocione më të amplifikuara dhe ndoshta dhe me ego pak më të brishta.
po si çdo fushë tjetër. Kështu që në këtë aspekt, në aspektin e kolegëve, asgjë përveç fjalë të mira kam për ta. Ndërsa zhgënjime jete, unë nuk e di nëse ka ndonjë njeri që jeton gjatë mjaftueshëm, sa mos të ketë shumë zhgënjime jete, sepse njeriu mund të jetë shumë zhgënjues. Sepse njeriu është një krijesë gjithsesi e programuar që në një farë mënyre të ndjekë atë që është interesi i tij në jetë, për të jetuar, për të mbijetuar, për të bërë më të mirën e tij dhe shpeshherë kjo nuk mund mos jetë më e mira jote. Kështu që në këtë kontekst, po ta shohësh pak si defekt krijese dhe jo domosdoshmërisht ligësi individuale, e merr me pak më pak emocion. Po më thot Gëzimi që jam nga fundi, po nuk dua që ta lë pa e bërë edhe këtë pyetjen, me qenë se ke qenë ko pas kohe e përfshirë edhe në tema të ndryshme, edhe sociale, edhe shqetësime të njerëzve të ndryshme. Më intereson shumë të di si e percepton Besa patriotizmin sot? Unë e konceptoj si që në fakt e kam konceptuar gjithnjë, që është të jesh i përfshirë në gjithë shka që ka të bëj me mbijetesën e kulturës tënde, mirëqenien e njerëzve tu, trashëgimin pasurore, natyrore tjerë të njerëz, kur them njerëzve të tu të gjithë popullit, dhe të punosh për interes të kombit tënd. Kjo mendoj se është patriotizmi. Pastaj sigurisht patriotizmi ka dhe ato notat komerciale, po themi që janë disi simbol, jo simbolet, po këto këndimet që bëjmë, daljem, këto emocionalitetet e tepruara, që mund mos jenë dhe fare të tepruara, sepse unë jam dhe në ata njerëz që më pëlqen të edhe ky aspekt. Si e ndjejnë. Po, të bëjnë si ta ndjejnë. Me rëndësi është që në zemrën tonë të kemi shqetësim dhe mbikëqyrje se çfarë bëhet me interesin e vendit tonë. Kur them vendit e kombit tonë, se ne fatmirësisht Shqipëria dhe Kosova, ne jemi një komb, pavarësisht se jemi dy shtete. Kështu që dhe ne duhet kemi gjithmonë ndërgjegjësim dhe vëmendje dhe observim se çfarë bëhet dhe aktivizëm të gjallë, të intensiv, mendoj unë. Pra, shumë aktiv, më vigilent edhe... Vigilent, bravo, ose s'po vitë termi. E kuptova, e kisha të qartë. Adonoja Doli, unë mendoj se ke bo një punë fantastike, sinqerisht. Falenderoj shumë, se cila më e bukur se tjetra. Të gjithë ata që po e presin edhe në platforma tjera, ka dalë tani, është kudo, apo vetëm në Spotify e gjejnë? Ka dalë në gjithë platforma digitale, dhe brenda këtij muaji do lëshohen edhe videoklipet. Unë të falenderoj shumë, sepse ti kishe bërë një disektim shumë të veçantë dhe shumë të detajuar të teksteve, të ngjyrave emocionale, të fshehura në për tekste, je realisht një gazetare impresionuese. Faleminderit, të vlerësoj. U kënaqa shumë me ty, faleminderit shumë që më erdhe, të dëshiroj shumë suksese. Faleminderit shumë, kënaqësi. Miqëm, po përcjell Besën me një përqafim sigurisht, e juve po ju lëm marketingun, kthehem pas pak në pjesën e dytë.